Ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve popullore dhe ansambli Myzeqeja mbajtën në Fier koncertin festiv Shqipëri onë naime në nder të festave kombëtare të 28 dhe 29 nëntorit, dy data shumë të rëndësishme të historisë son kombëtare. Mbrëmja festive e 27 nëntorit në Teatrin Bylis dhuroi emocione të veçanta në një atmosferë ku tradita ndizet, zemrat gëzojnë dhe festat kombëtare marrin dritë. Faleminderit gjithëve për kënaqësinë që na dhuruat dhe pa dyshim që ishte një çast jo vetëm kënaqësie, por edhe një çast krenarie për gjithë ne. Gëzuar festat! Këngët, vallet dhe ngjyrat kuqezi ndezën skenën e Teatrit Bylis, duke i dhuruar publikut një pasqyrë të bukur të traditave dhe ngjarjeve historike.